Ky duel futbolli u kthye në një shfaqje më vete. Në një garë mini futbolli dhe freestyli, Endrit Kaca përballet me Fabian Duron. Por gjithë ky episod do të marrë një drejtim të paparashikuar për ne. Nëse kemi konkurrencë me njëri tjetrin, konkurrencën e kemi vetëm me ty. Me mua, a ishte kjo përballje gabimi ynë më i madh. Miq të Andale Sport, ja ku jemi në terren për një tjetër përballje për të fituar një trofe. Jam me Endrit Kacën, lojtari mini futbollit me ekipin Soka, dhe me Fabian Duron, freestyler që të gjithë e njohin për performancat që ka bërë. Një përballje 1 kundër 1. Cili do e fitoj? Parashikime çuna? Fitoj me njëri. Shumë e vështirë. Botrorin kush e merr? Shqipëria. A merr Shqipëria? O na merr. Tani ju e dini, portieri futet në port. E keni parë që janë portieri një niveli të diskutueshëm. Hadi. Haj. Op. Jashtë! Op. Shaq të penalti. Ka dhe portier, nuk është aq shaka këtu. Hajde penaltia numër 2. Hadi. Gati. Shaq të penalti me pak të e kisha lënë lojë. Çuna të prut. Silvinjo je këtu afër. Mistër Silvinjo, ku je? Më shif. Ja për patror. O ja! Nga pallatet. Shumë lart. Haj. Kjo që nga e vështirë më. O Fabian, do të merr rëndmend. Te godite çaj do ka pak puna. Në trullosë. Bravo! Shifni mi që nuk kam me portierë këti niveli. Kumbet, majtëra me djatën je. Tu s'kira që i boja me thotë. U bëllë fitoj Fabiani. Bravo. Atë penaltin ma ke hidhëru qik. Ishim të dëndohë të gjujtë të ashtë. Okej. Atëherë tek loja e parë ishte portieri që doli pak nga parashikimet, me thënë drejtën, po Fabiani prapë bërë një gol të bukur se ma morri mendjen me të majt djathtë aty. Por loja tjetër përfshin edhe ndalesat të tjera. Janë 4 kone, cilët duhet driblohen, udhëheqet dhe pastaj goditen ndaj portierit. Okej. Topi gjatë. Mirë. Tani të bëhem gati unë. Okej. O, portier! O, Mari, të me mirë. Mos ka të rosh me kone se janë blusi për ajote. Okej, Silvinjo nuk do ta shohim më në vijim të video, vazhdon. Pop. O, portier! Ishte pak me hile edhe kjo. Po merr një hakun e parës duket. Mirë. Fabian, hida keq më Samari. Oho. Tani është prik. O, portier! Okej, si që shikoni, loja po vazhdon të bëhet më e fortë dhe dorashka dhe mia po të pësohen, ose ndoshta goditjet po bëhen më të forta, duhet ta kuptojmë këtë. Tani kemi një lojë ku unë dal nga loja dhe i le dy lojtarët 1 kundër 1. 3, 2, 1, okej, filloni. Ja ku e merr topin Fabiani, shohim ball për ball me Kacën, çfarë ndodhi miq? Me ca driblime të frikshme. 3, 2, 1, okej. Ta shohim që ndodh tani.
bukur me lëvizjen. Hop. Ah! Jo me tolerim çuna, jo me të janë me vet. Oh! Ah! E bukur ishte, do të qyhet 2 gola për ato. Si më tërgojë edhe Dinak kur e le portën bosh ai. Hop, hop. Ah, Fabian. Ja. Ka dalë batengu huq. Okej, pra me kaq mbyllet kjo lojë, fiton Kaca 2-0, do të kalojmë tek loja tjetër që vazhdon dhe bëhet gjithmonë dhe më e vështirë. Një pyetje ka për Kacën se te kjo fusha ku jemi tani, për 2 muaj vjen Europiani në Shqipëri mini futbollit, që besoj po e pret me shumë dëshirë apo jo? Patjetër. Çfarë emocioni duhet jetë për ty? Emocionet në kombëtare janë gjithmonë, sidomos këtë radhë do jetë probleme në vendin tonë, ku do kemi edhe publikun tonë, pritshmëritë janë mëdha edhe pas rezultateve të radhave të fundit. Kështu që po përgatitemi dhe besoj do jemi gati. Po grupi është hedhur apo? Grupin e hedhur Jurgeni më duket apo jo? Kështu që gogla nxehta ftohta ka aty. Po të janë si dungo, kamat nxjerrën në dritë. E shohim, vazhdojmë me një goditje për të kapur traversën. Do të jenë 3 mundësi, cili e kap më shumë, ta shohim. Ka se ka dy që bë dhe me finte më duket. Okej, e provoj me finte. Provoj një herë. Gati e? E, po e bëne me finte, do të story direkt. Afër ishte, afër. O do e kap me finte dhe shim ka kap pilotën. Hajde. Desha dhe kapës. Kjo ishte. Nuk mori si që duhet. Ja. Hajde Fabian, mendo sigurie Mudrik. Ua! Si ka mundësi? Zdashka. Sikleti kamrave më duket. Kapë. Dhe traversë dhe gol për deshe. E kap. Hajtë më. Pse ka kalora qafër? Maroj. Mirë, tani jemi 3-1 për Kacën, duke sigur nuk ka më konkurrencë, por duhet vazhdoj me një tjetër lojë. Jo, nuk do vazhdojmë më me konkurrencë me lojrat, nëse kemi konkurrencë me njëri tjetrin, konkurrencën e kemi vetëm me ty. Me mua? Po. Vetëm për Se kishim lënë kështu më të çuna. Prit, se kishim lënë kështu. Ke bërë ca pritet pa parashikueshme. Po duhet me Jashtë vazhdu. pritshmërive, kështu që do të vlerësojmë maksimalisht. Po unë erdha mik shpitu jo çuna, po. Lori, sfida e radhës do jetë me rafishat. Jam dorë tuaj tani. Fabian, sikur lojtari i Chelsea do e bosh. Që ke Chelsea vëm Drogbaja, mbaj mend që ka bërë një gol me Rafishat. Drogbaja. Do dalin. Me stil Drogba. Hajde. Me stil Drogba, po që si Drogba ti që dal nga fusha ose. Gati Fabian. Hop. Bravo si dielli. Sfida jon. Bravo si dielli. Bravo. I do më shtu se gjeon, Rafishat e ke edhe ti? Po. Na co tu do bu. Po jo, Hop. fal der. Pa dash keq. Ka lë gjemë në vitoj. Pa dash domun. Oh, bumje, haroj. Hop. Ej! Çfarë bëni? Nuk quhet që jo. Ore më vret dielli. Kameraman, hajde shive çfarë pamje kam. Do të marrësh kapele. Gati Fabi. Hajde. Kur bëni bashkë jeni më kequ. Ole! Po nuk kaloj. Nuk e kaloj mi. Nuk ishte gol, afër. I ka bu. E do vjen një. Hajde, se kjo favorizo për tjerin. Inshallah. Fjala jote, inshallah del. Faleminderit për favori, shumë favorshme ishte. Ishte perfekte favorshme shumë. Ata të Europianit me ju do lujnë, mirë që nga për dalë. Që nga perfekt. A vashë Romanin ma keni me rak. Hajde një të fundit. Duket është faji për tjerin. Hajde mbledhim plaska të ikim se në më doli një punë. Hajde ikim. Ata që kemi morë me i non. Po portier dhe një të fundit. Ka prap. Edhe një e fundit. E ka dhe një Fabiani. O Fabian, gjuhe pra. Bëjt vite mashtruese. O Fabian. Eba.
Gjesi e fritet parë. E zi kaq me kap. Mirë, si që patë, unë duhet largohem se më do një punë dhe më mirë po rrit tifon së da një tuti, se nuk jam vleka më. Trofeun, Ma jep po. Unë po ja jap Kacës dhe këtë ta merret për Europianin shoh. Na bëjmë Okej. më mirë, marrim dhe Europianin ta sjellim. shumë mirë, kështu duhet. Tani unë thëm të largohem, çuna se s'kam ç'a bëj më. Majtësi. Ju mund të vazhdoni me një performancë, unë po ju ndjek nga tribuna aty ku do rrit deri në 20 maj, se për aty që ngam. Takohemi në Europian Kace. Tani t'ja marrim pak mend topit Fabian. Respekt. Bravo çuna, bravo. Do vim t'ju shohim më shpejt, se për lujt kundër jush e pa muhabetin. ¡Ándale!